frikë se do të detyrohej ti merrte armat për të luftuar për regjimin e tashmë ish presidentit syrian Bashar al-Assad, frikë se do të duhej të spiononte për familjen e tij, frikë. Qindra gjëra e munduan Sami al-Meshadanin për vite me radhë. Më në fund, në vitin 2017, u bind se në Siri kishte të ardhme për të bëri gati valiqet dhe bashkë me familjen e tij u nis drejt Europës. Rrugtimi si shkoi siç ishte planifikuar dhe tash i 6 vjet ai jeton në Kosovë. Por në vend të sigurisë dhe një jete të re, në Kosovë gjeti një sistem që siç thotë e ka lënë në gjendje pasigurie dhe izolimi, nuk ka të drejtë të udhtojë, nuk mund të bashkohet me familjen, nuk mund të sjellë të fejuar me tij në Kosovë. Për këtë fajson Ministrinë e Punëve të Brendshme me departamentet e saj, si dhe Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët. E pyetur nga Reli, UNHCR-ja nuk i ka adresuar ankesat e Samiut, por e ka kaluar përgjigjen te Ministria e Punëve të Brendshme. Ajo nuk ju përgjigj pyetjes së Relit, të dërguar një muaj më parë. Jeta ime në Sëri nuk ishte e përsosur, por në vitin 2010 ishte e qetë. Isha në shkollë të mesme, kisha edhe një motociklet në të cilën shkoja në punën time, në një punishte të zbruktarisë çdo ditë. Atë kohë shqetësimi im kryesor ishte të mos kisha kontakt me ushtrinë e të mos detyrohesha t'ju spionoja komshitë e familjarët e mi. Një vit më vonë gjithçka ndryshoi, të nxitur nga trazirat në botën arabe, të njohur si pranvera arabe, Siria të shumë dolën rrugë për të kërkuar liri, ndjeja shumë gjëra, nga zhurmat e plumbave isha i friksuar, një gjë më bënte të lumtur, më në fund po i thoshim jo diktaturës që na sundonte. Por shumë shpejt mësova se ajo barte me vete shumë pasoja. Ata që e kundërshtonin regjimin arrestoheshin, por shumë prej tyre nuk dëgjonin më kurrë. Shtëpitë bastiseshin, protestuesit u heshtnin dhe burgjet mbusheshin me fytyrat e atyre që besonin në një revolucion. Isha vetëm 19 vjeç atëherë, edhe familja ime besonte në revolucion, por friksohej nga mua. Ata më shtyin drejt universitetit me shpresën se kjo do të më mbronte nga ushtria e Bashar al-Assadit. Në Syri, ditëlindja 18 t'i dhuronte 2 opsione: shko në universitet ose bashkoj ushtrisë. Nëse nuk ishte mjaftueshme i pasur për të paguar rishfet, ushtria ishte e pashmangshme, shumë të rinj u detyruan të luftonin dhe t'i vrisnin të afërmit e tyre, nuk e doja këtë fat. Nisa studimet për drejtësi, duke shpresuar t'i ikja ushtrisë, por në vitin 2017 qeveria miratoi një vendim urgjent, s'ka më përjashtime, të gjithë duhej të rekrutoheshin. Mesazhi ishte i qartë: merr armët në duar ose shpallesh tradhtar. E dija se kjo nuk kuptonte vetëm një gjuhë, duhet e ikja. Për vite me radhë, menduam se lufta do të përfundonte, i thoshin vete se vitin tjetër do të mbaroj, por tani nuk ishte më kohë, familja ime dhe unë duhet të linim gjithçka, shtëpinë tonë, biznesin tonë, kujtimet tona. Në 2017 mua ratisa në Turqi. Ishte për plot sfida, por në fund, pas 2 vjetësh udhëve në 2019, u vendosa përfundimisht në Kosovë. Aty kërkova azil bashkë me vëllain tim, Esam Nurin. Familja ime fillimisht qëndroi në Turqi e më vonë u kthye në Siri. Në Kosovë në parim na takuan shumë të drejta, e drejta për të punuar, për të udhëtuar, për të ndërtuar një të ardhme, por realiteti doli tjetër gjë. Për 9 muaj jetuam në një kamp refugjatësh duke pritur, avokatët na premtonin gjithçka, por në praktik na mohoi e drejta për të punuar dhe disa liri themelore. Përfundimisht na u dha statusi i personit në mbrojtje. Nuk ishte status refugjati, ishte diçka më pak. Kjo nuk kuptonte se mund të qëndronim në Kosovë, por nuk kishim asnjë rrugë drejt shtetësisë, asnjë të drejtë për të udhëtuar. Kosova më bën një burg i hapur dhe më dukej sikur dënimi im është burgimi i përjetshëm. Vit pas viti kam luftuar për të drejtat e mia, punuava, u integrova, ndoqa çdo ligj, përfundova edhe 3 nivele të kurseve të gjuhës shqipe, ndoqa edhe kurse për integrim. Por çdo kërkesë më është kthyer me të njëjtën përgjigje: jo, sepse nuk je refugjat. Si nuk jam? I ika një lufte. Pse jam sërish i izoluar? Kur vëllai im humbi jetën në një aksident trafiku në fushë Kosovë në vitin 2022, kërkova të më lejohej të vizitoja familjen, të mbaja zi me ta, edhe kjo më refuzua. Kur u fejova dhe kërkova që fejuara ime të vinte tek unë, më thanë sërish jo. Tashmë kanë kaluar 6 vjet që nga ajo periudhë. Se cilën herë
Më është dhënë letër njoftimi i përkohshëm një vjeçar. Kam ndjekur çdo rregull, kam pritur, po prisja vetëm një shpresë. Në Kosovë mund të aplikosh për leje qëndrim të përhershëm e madje në shtetësi pas 5 vjetësh në vend, nëse keni kontratë pune, ke dëshmi të faturave të paguara dhe dëshmi se nuk je nën hetim apo i dënuar për vepra penale. Që nga dhjetori i vitit 2024 kam folur me avokat në UNHCR për këtë kërkesë. Nga ta, më thuaj se nuk kisha pse të ngutesha dhe se kisha kohë. Në 3 mars, shkova bashkë me një avokate të UNHCR-s në Ministritë të Punëve të Brendshme për të aplikuar. Zyrtarët më thanë një shumë vonë. Avokatja e UNHCR-s më tha vetëm se kam ditur. I zemëruar, angazhova një avokat dhe aplikova sërish më 14 mars. Prapë më thanë të njëjtën gjë. Je vonë, aplikimi duhet të ishte bërë 2 muaj para skadimit të leje qëndrimit të përkohshëm. Por unë i kisha pyetur disa herë, kisha kërkuar disa herë, s'ma kishin thënë kurrë askush. Tani me leje qëndrimin e përkohshëm deri në shkurt të vitit 2026, unë duhet të pres sërish. Ndoshta një vit tjetër, ndoshta më gjatë, ndoshta për gjithmonë. I kam humbur shpresat. Ministria e Punëve të Brendshme i ndryshon rregullat sipas dëshirës. UNHCR-ja dhe avokatët duket se nuk u intereson. Njerëzit që do duhej të më ndihmonin nuk kanë zhgënjur. Edhe me leje qëndrimin e përkohshëm, duhet të kem të drejtën një dokument udhtimi, një dokument ligjor që lejon refugjatët dhe banorët e huaj të udhtojnë jashtë vendit. Ligji për azil thotë se edhe personat në mbrojtje duhet t'ju lëshohen dokumente udhtimi, përveç nëse arsyet imponuese të sigurisë shtetërore apo publike kërkojnë ndryshe, por autoritetet më refuzuan këtë kërkesë. Ato më thanë, ju nuk keni të drejtë. Në vend të kësaj më ofruan një fletë udhtim, nuk është njësoj si një dokument udhtimi. Një dokument udhtimi të mundson të vizitosh një vend tjetër dhe të kthehesh. Fletë udhtimi është një bilet një drejtimshëm nga Kosova. Mendojeni atë si dobim, jo liri lëvizje, ata nuk më japin zgjedhje, më thonë ik për gjithmonë ose rri izoluar. Unë refuzoj ta pranoj këtë padrejtësi. Unë kam ndërtuar një jetë këtu, punoj si dizajner grafik në një kompani, kam ndjekur çdo rregull. Po ta dija se çfarë do të ndodhte, nuk do të kisha qëndruar kurrë në Kosovë. Ligji duhej të më mbronte, por më ka mbajtur të bllokuar. Rrezikova gjithçka për një jetë më të mirë, apo në vend të kësaj më trajtojnë sikur të mos ekzistoja. Ende po pres, ende po shpresoj, ende po luftoj për të qenë i lirë. Nuk mund ta lë Kosovën, kam varre në vëllait këtu.